Le të bëhemi gati së bashku për ditën tonë të dytë në Rom. Neve në fakt erdhëm dje, por dje nuk shkuam në Koloseo ose në qendrën e Romës. Jemi në fakt duke të 20 minuta në këmbë. Kështu që tani do bëhemi gati, është ora 10:11. Flokët i kam rregulluar në mëngjes, outfitin do t'rregoj në fund. Si fillim do aplikojmë kremin e diellit. Kam marrë në Istanbul një mini sudokrem në fakt për kujdesin e lëkurës. Dhe thash, do ta marr si hidratues sepse nuk mund të merrja ato që kam, sepse ishin me shumë mililitër. Plani i ditës së sotme në fakt është që të shkojmë në Koloseu edhe në Trevi. Kështu që do shkojmë sot në këto dy vende. Nesër jemi për Vatikan, por nuk është se kemi vendosur, thjesht ide. Kjo shtëpia që morëm këtu ishte një nga shtëpitë më të këqija që mund të kem qëndruar, bashkë me ato që kemi ne javën e kaluar në Istanbul. Nuk e di domethënë, thjesht jam e shashtisur dhe mos mjaftojnë këto fytyra ime, është në sezonin e rrjepjes dhe thjesht ikin lëkura, njësoj siç ikin kur jemi djeg në plazh. Tregoja outfit of the day, Levis. Po. Kam vesh një bluzë Bardh, po, pantallona lëshire. Edhe nga komët? Për pa lëshire. Okej. Unë jam vesh sot me të shkurtra, këtej është shumë vap, është mersisht vap, nuk e di. Make-upin e mbarova, tani veshi kemi bluzën e Zarës, kemi këto pantallonat e shkurtra me pika të Zarës. Edhe nga këmbët do vesh Crocsat, në fakt kam marrë edhe këto të Pull&Bear, por dua këto, sepse kam frikë se me këto nuk do jem rehat dhe dua rehati. Pa. Neve jemi gati, ne do shifemi në një tjetër shorts, deri atëherë kaloni sa më bukur, edhe do ju updateoj më vonë për udhëtimin ton. Ndërkohë po xhiroj edhe vlogun për YouTube-in, edhe kur të dalë do ju lajmëroj. Ju falenderoj që e pat këtë video, do shifemi në një tjetër vlog.